polemika për mesumen e drejtë zgjedhjeve duhen deklarat. E kundërta, deri më tani zoti Kurti nuk e ka asnjë deklarat për çështjen e rezultatit, kompromisit, përkundrazi ai unisë për vjen sot. Profesor, a mendon se zoti Kurti ka shumë me ndrumënie, pikërisht për shkak të 42%-shit, edhe mos pjesëmarrëses mbi 60% të njerëzve. U pajtum të dytë, që kjo është një farë proteste, një farë revolte kundrejt zgjedhjeve një pas njëshme perspektivës së qytetarëve. Po nevojshme. Nuk di se si do të mendon, dhe më thonë, por mirë kishte me qenë më morë vesh të thamë, dhe gjenë kompromise dhe të rrinë të i kryon institucionet. Kjo është e dëmshme për Kosovën si në sferën e jashtme ndërkombëtare, po ashtu edhe në sferën brendshme, se pengon në zhvillimet politikat edhe ekonomike edhe financiare, edhe shoqërore në vendit këtu në brenda Kosovë. Do të thotë përgjegjësia e bjen partisë së parë. Absolutisht, gjithmonë. Për krimin institucional. Absolutisht, ata duhet më ulë me diskutu këtë çështje. Profesor, nuk mundet për shembull askush ta krijon qeverinë pa vevën. Edhe nuk mundet ta zgjedh presidentin pa vevën. Si mund ta zgjedh presidentin pa vevën? Ku duhet mi pas 80 vota. Po dhe vevëja? Edhe vevëja nuk mundet. Pa njërën prej partive shqiptare. Ato partia shqiptare të cilën, sipas mendimit tim, të cilën mund të zgjedhën, domethënë institucionet, është Partia Demokratike, e cila ka kapacitete edhe intelektuale, edhe shkencore, edhe... Se ju, LDK Lëvizje Vendendosës edhe Aleanca, për shembull si dy partitë të djatha... Ka mundësi edhe kjo, domethënë Aleanca mirë, domethënë ka kalu shumë bukur, edhe kështu që për gjitha këtyre duket Aleanca ka fitu më shumë ti. Profesor, nëse pra bani shkon në zgjedhje, se thema letë u kanë më marrë vesh, se më shumë këtë rezultat, se gjatë gjithë kohës, për shembull, Lëvizja Vendendosja akuzon opozitën, opozita akuzon zotin Kurti. Cili është fajtori në rast se shkojmë prapë në zgjedhje? Për shkak të tri blokadave. Prof, natyrë shumë fajtorë është që ka ma shumë vota. Shumë thjeshtë është, po edhe këtë tjerë janë fajtorë. Të gjithë duhet me gjetë një kompromis, por fajnë kryesor bazike ka Lëvizja Vendendosje, nëse shkojnë për sërinë zgjedhje. Cili është skenari më i mundshëm sipas kushtetutës pas certifikimit zgjedhjeve këtë proces ku jemi? Skenari më i mundshëm është mas pari duhet brenda 30 ditë të zgjedh kryetari i parlamentit, të zgjedh pastaj edhe qeveria, pastaj edhe president. 30 ditë i kemi afat për krye parlamentare. Po tash gjykata kushtetuese ka kriju një masë, domethënë. Ti llogaritëm si kose. Ka kalkulime tash, profesor, në emisionet e fundit fol shumë për hapësinat kushtetuese ku mund me gjetë na i bir dikun edhe me zgjat, po flas për kohës kur votoi për krye parlamentari. 30 ditë i merr krye parlamentari me vendimin e ri. Qeveria u përzi pak puna të zgjedhjes së qeverisë. Qeveria është prej momentit kur dekretohet mandatari, duhet 60 ditë, brenda 60 ditë të krijohet qeveria. Hajde me marrëm korrik gusht shtator. Te presidenti e kemi në detyrë? Presidenti e kemi detyrë, nuk e di te kur e ka detyrën, por pastaj që kryetari i parlamentit të ri, nëse zgjedhet presidenti, e merr detyrën edhe bën të ushtrues detyre. Nëse marrën përsipër kërkesën e zotit Kurti, në këto zgjedhje ka qenë mi marr 70%. Edhe mi blloku të gjithat. A mundet mu përdor pikërisht këto hapësinat kushtetuese me sjuvenin prapë në zgjedhje në dhjetor, se në dhjetor dul shumë mirë. Me 25 dhjetor i mund 51% dhe ju krijuan disa. Politik kur mas thuj kur, domethënë ka mundësi, do thotë aty ka mundësi 60 ditë për kryeministrin, për qeveri që është. Prej momentit ku dekretohet. Domthon, ma fate kushtetuesi zoti Kurti nëse kalkulon politikisht me sjuvenin zgjedhjen. Shikon, domethënë ushtruesja e detyrës se presidentit ka për detyrë me nominu mandatarin për qeveri. Por atë detyrë për me nominu mandatarin për qeveri nuk ka afat. Por në momentin kur e nominon, për ati momentit nëse kalojnë 60 ditë, atëherë shkojmë në zgjedhje të përsëri të jashtëzakonshme. Nuk janë të zgjedhje të parakohshme, por të zgjedhje të jashtëzakonshme. Zgjedhjet e parakohshme kanë karakter këtë tjetër. A mundet me ju kthy bumerang zotit Kurti nëse tani ma shihet ashtisore që është kalkulim për me sjuvenin zgjedhjen dhjetor për shkak diasporës edhe mundësisë fund vitit? Po shihet që rezultati. Po nëse provon me sju prapë në dhjetor venin, a mund t'i kthej bumerang, se po ju besoj bumerang? Unë po mendoj, edhe është në parim kjo, edhe doktrinat i shpjegojnë që nuk të mërrin zenitin, ku të mërrin një parti, e shkon të ra. Kështu që mundet të me ra dhe më poshtë, me ra në 35, 34, kështu me ra. Profesor, thetë që besoj si prapë ka me sjuvenin në zgjedhje. Nuk beson që zotë ka mundësi, nuk jam ka dëshiroj. Po.
nuk e rekomandoj, por në qësh pisho situatë, dhe më thonë, jënë pa Një përgjeshëm. vjetë e zhjus ja ke qëllu, ke thonë këna me shku zgje, Unë pja qëlloj kriz mas krize. Unë kjo që pja qëlloj është fatkeci. Po fatkeci, dhe sa da për të ashtërin. Fatkeci mja qëllu, dhe më thonë nuk o mirë, mja qëllu, po unë si pisho situatë dhe si një këto karaktere. Këta njerës, si një, me sigurisht që ka mundësi me